Rizarta ke bërë operacion hundë, hajde heqim fashat bashkë. I vetmi operacion për të cilin hunda ime ka nevojë është ai pastrimi të pikave të zeza. Prandaj këtë operacion sot do e zhvillojmë bashkë. Si fillim, hapi i parë është të lajm lëkurën dhe të pastrojmë nga të gjitha make-upet apo nga kremrat që mund t'i kemi vënë para praktikës. Heqim ujin nga lëkura duke përdorur një peshqir të pastër. Pastaj marrim mjetin më të rëndësishëm të këtij operacioni, i cili është nose pore strip. Do habiteni kur të mësoni çmimin se sa i lirë është ky operacion. Tani hapi i dytë është të lagim vetëm pjesën e hundës, sepse normalisht aty do vendosim këtë maskën apo letrën, quajeni si të doni. E puthisim mirë me hundën dhe sigurohemi që e kemi ngjitur mirë. Pastaj presim 10 deri në 15 minuta para se ta heqim. Është hera e parë që un po bëj diçka të tillë dhe nuk e dija çfarë të prisja, por ky rezultati më habiti vërtet. Nuk e di pse gjithmonë kam menduar që këto gjërat kështu nuk funksionojnë. Por shikoni të gjitha këto pikat e zeza që kanë ngelur te letra. Lëkura duket më e pastër edhe më e butë. Dhe besoj e dalloni diferencën nga pamja e fillimit. Unë i kam marrë tek Una Pharma dhe vërtet ja vlen për çmimin që kanë.